أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Pasha fikun dhe ullirin, pasha turi Sinan, pasha këtë qytet të sigurisë. Vërtet ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, çdo shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit, përgjegjësisë. A nuk është Allahu më i urti i gjikuesve? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimet tona padyshim se i takojnë Allahut Azza wa Jall. Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, falje dhe ndihmë vetëm prej tij kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi ata të cilët e ndoqën dhe ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte inshallah do të flasim për një sure e cila e ka emrin Suratul Tin, apo për ndryshe surja e fikut. Kjo sure për nga radhitja është surja e 95 në Kur'an dhe ka 3 ajete apo 3 vargje. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë sure e emërtoi me emrin e një fruti që e përmendëm pak më lart, që tha Allahu wat-tini waz-zaytun, pasha fikun dhe ullirin. Këtu Allahu subhanahu wa ta'ala përmendi fikun dhe ullirin dhe dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme. Disa prej dietarëve kanë thënë që Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor apo në këtë betim që e bani për fikun dhe ullirin ka pas për qëllim për fikun si frut dhe për ullirin si perime. Dhe gjithashtu kanë thënë dietarët se Allahu subhanahu wa ta'ala u betua në fikun dhe ullirin për shkak dobive të shumta që kanë këta frute. Dhe një mendim i dietarëve sot se fiku përngjason shumë me frutat e xhenetit. Ndërsa për ullirin kanë thënë që ka dobi të shumta në aspektin e mjekësisë që e ka vërtetuar edhe mjekësia. Do të thotë qëllimi si mendim i parë i dietarëve është se tu bëhet fjalë për fikun dhe ullirin. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë betim e ka bën për këta dy fruta. Pastaj një mendim tjetër i dietarëve thuhet se Allahu subhanahu wa taala është betuar për fikun dhe ullirin për shkak se këta fiku dhe ulliri, këta frute bahen në Sham. Dhe ka për qëllim në Sham Isa'in alayhi salam. Dhe si e argumentojnë këtë? E argumentojnë me ajetet në vijim wa turi sinin. Wa turi sinin do të thotë kodra turi sinin. E që Musait alayhi salam
i zbriti shpallën këtë kodër dhe Allahu subhanahu wa taala i foli. Pastaj çka tha Allahu? Wa hadha al-balad al-amin. Dhe në këtë vend, pra në Mekën e sigurt, Allahu subhanahu wa taala u betu për Turi Sinin dhe u betu edhe për Mekën. Dhe mu për këtë dietarët thanë që tek ajeti i parë, fiku dhe ulliri, Allahu subhanahu wa taala ka pas për qëllim Shamin, për shkak se në Sham i zbriti shpalla i Isait alayhi salam. Dhe në Turi Sinin i zbriti shpalla Musait alayhi salam. Ndërsa në Mekë i zbriti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, wa Turi Sinin, ajeti i ditë, kanë thënë dietarët, Turi Sinin apo vendi i quajtur Sejna. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an, wa kallama Allahu Musa taklima. Dhe Allahu subhanahu wa taala i foli Musait alayhi salam direkt. Ku i foli këtu në këtë vend? Pra në kodrën Turi Sinin. Dhe rreth këtij mali ka disa mendime të ndryshme, por mendimi më i drejtë është mendimi të cilën e mbështet edhe dietari i tefsirit Ibn Jarir at-Taberi, i cili thot Turi Sinin është mali që e njohim të gjithë. Pastaj vjen ajeti me radhë ku thot Allahu wa hadha al-balad al-amin. Pra Allahu subhanahu wa taala thot pasha këtë qytet sigurisë që ka për qëllim Mekën. Do thot Allahu subhanahu wa taala u betu për Mekën ku i zbriti shpalla Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pse qytet i sigurisë? Nuk e di a e kam shpjegu surën Fil apo do të jetë ndonjë hoç në vijim. Ka tregu Allahu subhanahu wa taala se si e shpëtoi Qabën nga ushtria e Ebrahës. Dhe kur erdhi me elefantin për ta rënë Qabën, Allahu subhanahu wa taala e shpëtoi Qabën dhe e bani vend të sigurt për banorët e Qabës. Për Kurejshet, që surja në vijim që ta shpjegojmë, do të tregojmë mallësisht. Do të thotë u bë si vend i sigurt. Wa hadha al-balad al-amin. Do të vend i sigurt për të jetuar. E pse për të jetuar? Për shkak se jashtë këtij vendi mbizotronte jo siguria apo mbizotronte ligji i xhungullës që secili e vriste tjetrin, vidhni pasurinë e njerëzve gjatë rrugës, e kështu me radhë, ndërsa Allahu subhanahu wa taala e shpëtoi këtë vend dhe i garantoi njerëzit në Mekën e bekuar. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thot Allahu vërtet ne krijuam njeriu në formën më të bukur. Thot Allahu subhanahu wa taala, bani 4 betime. U betu për fikun, u betu për ullirin, u betu për Turi Sinin dhe u betu për Mekën. Dhe pas këtyre 4 betimeve e jep përgjigjen Allahu subhanahu wa taala, vërtet njeriu ne e krijuam në formën më të bukur. E dalluam nga të gjitha krijesat. I dham njeriu sy, i dham njeriu trup të drejtë, i dham njeriu gojë që ta falëndron Allahu subhanahu wa taala, e mbi të gjitha ja dham edhe mendjen, që gjallësa tjera nuk e kanë një gjë të tillë. Do të thotë Allahu subhanahu wa taala e krijoi njeriu në formën më të bukur, si nga ana fizionomike, po ashtu edhe nga ana metafizike, shpirtërore e morale. Thot ajeti kuranor në vijim, thumma radadnahu asfala safilin. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. E nuk kanë dhënë disa mendime dietar. Kjo është për qëllim që pasi Allahu subhanahu wa taala e krijoi njeriu, ja dha formën më të bukur. Thotë ja dha mendjen, ja dha syt, ja dha gjitha gjymtyrët dhe pastaj njeriu u plak. Njeriu u plak dhe e ktheu prej më të ultëve. Thotë u kthie në formën e pleqërisë. E kanë thënë disa dietar këtu ka pas për qëllim për Mekasit, kur i ka ardhur shpalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë shku dhe janë nda për kësaj dunjaje, pa e besu Allahu subhanahu wa taala, që ashtu në mënyrë të ulët. Allah subhanahu wa taala
i ka ul. Dhe ajeti tjetër, illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblime të pandërprera. Do thot ata të cilët e besuan Allahun subhanahu wa taala, ata të cilët ndjekën rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vepruan vepra të mira që Allahu subhanahu wa taala i ka obliguar, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Dhe ajeti i fundit apo i parafundit, fama yukazzibuka ba'du bid-din, e pas gjithë kësaj, çka të ktyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit, ditën e përgjegjësisë. Allahu subhanahu wa taala sikur don me i tregu njeriu, do thot betohet në 4 gjëra, pastaj i tregon njeriu se si e krijojnë formën më të mirë, pastaj i tregon njeriu se si e uli atë dhe i thot e pas gjithë kësaj çka shiri ti përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit apo përgjegjësisë. Thot gjitha këta të mira Allah subhanahu wa taala ja përmend njeriu, përsëri njeriu nuk e beson Allahun subhanahu wa taala. Dhe ajeti i fundit, elejsa Allahu bi ahkamil hakimin, a nuk është Allahu më i urti i gjykuesve. Thot Allah subhanahu wa taala është gjykuesi absolut. Thot kanë thënë dietarët, gjyqtarët, liderët, udhëhecit e popujve i dënojnë ata që e kundërshtojnë dhe i shpërblejnë ata që binden. Përveç Allah subhanahu wa taala është gjykuesi i gjykuesve. A është e mundur që mos ta sjellë në vendimin e tij? Sigurisht që s'është e mundur, pa asnjë mëdhëshe se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu në formën më të bukur. Është gjykuesi i gjykuesve, do ta veçojë të mirën nga e keqja. Dhe pastaj gënjeshtarin nga fjalët e drejta do ta shpërblej atë që ka besuar Allahu subhanahu wa taala. Ka bërë vepra të mira me sinqeritet dhe do ta dënojë mosbesimtarin dhe mohuesin. Kjo sure apo komentimi i shkurt i kësaj sure ishte kjo. Mirë po, ajo që neve nxjerrim dobi nga kjo sure është se Allahu subhanahu wa taala në këtë sure i veçoi di frutet, e veçoi fikun dhe ullirin dhe u betua për ta. Pastaj e veçoi si vend Turi Sinin që i zbriti shpallja Musait alayhi salam dhe pastaj e veçoi Mekën e bekuar, gjithashtu e veçoi edhe njeriu se Allahu subhanahu wa taala e krijoi në formën më të mirë, pastaj për t'ia dhënë një përgjigje për ata që besuan, do të shpëtojnë te Allahu subhanahu wa taala. E ata që nuk besuan do të ndëshkohen te Allahu subhanahu wa taala. Tash vazhdojmë me surën e dytë që thot Allahu në Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من الله mëshiruesit, mëshirëplotit, për hir të garantimit që e gëzojnë Kurejshët, garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimrit dhe verës. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, i cili u ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike. Surës Kurejsh, përndryshe i thuhet edhe surja si Li'ilafi Quraysh, e zbritur në Mekë, që ka 4 ajete, e radhitur e 106 me radhë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Emrin e ka marrë nga fisi Kurejsh. Thot fis që e ka priardhën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkaku i zbritjes së kësaj sure është fakti që Kurejshët, duke parë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala në ngjarjen e poseduesve të elefantëve, në vend që të ishin të parët që ta besonin Allahun subhanahu wa taala
dhe ta ndjeknin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata e përgënjeshtruan atë, bile e kundërshtuan edhe e sulmuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në ajetin e parë: Li ila fi Quraysh, për hir të garantimit që e gëzojnë Kurejshët. Kanë thënë dietarët që kjo sure është vazhdimi i surës El Fil. Thot Allahu subhanahu wa taala, pasi e tregoi ngjarjen e elefantit dhe vazhdoi këtu li ila fi Quraysh. Pra, për hir të garantimit që e gëzojnë Kurejshët. E cilin garantim e gëzojnë Kurejshët? Pra, Kurejshët e gëzojnë garantimin që Allahu subhanahu wa taala i shpëtoi nga elefantët. Pastaj i bëri popull të dalluar për shkak se i bëri përgjegjës të qabës së bekuar. E prej veçorive tjera që thamë më herët, është se prej këtij fisit është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, këtij fisi Allah subhanahu wa taala i dha vlera të veçanta. Pastaj thot Allahu: ilafihim rihlet ash-shita'i was-sayf. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimrit dhe verës. Allahu subhanahu wa taala u garantoi udhëtimin e tyre kur bënin tregti verës dhe gjatë dimrit. E për cilën është qëllimi këto, ka thënë komentatorët e Kuranit se Kurejshët gjatë verës shkonin për në Sham. Për shkak se në Sham ishte koha shumë më e ngjashme se me kohën tonë, nuk ishte nxehtësi siç ishte për nga rruga e Yemenit. Ndërsa gjatë dimrit e ndronin udhtimin dhe shkonin për nga Yemeni për të bërë tregti. Por gjatë këtij udhtimit Allahu subhanahu wa taala i garantoi Kurejshitët. E si garantoi? Ndodhte që gjatë rrugës të del ndonjë hajdut, të dalin ata kaçakët në përshkretir dhe t'u marrin pasurinë Kurejshve, apo edhe fiseve tjera. Po kur hasnin tek fisi i Kurejsh, ata menjëherë ju thonin që ne jemi banorët apo jemi përgjegjësit e qabës. Dhe këtu ndaleshin ata kaçakët apo ata vjedhësit dhe nuk i sulmonin. Pse nuk i sulmonin? Sepse të gjithë kishin ndëgjuar për rastin e elefantit, se si Allahu subhanahu wa taala e mbrojti fisin Kurejsh dhe i bani përgjegjës të qabës. Pastaj thot Allahu: "Falyabudu rabb hadha al-bayt." Pra, leta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie. Pra, ta njohin të vërtetën që solli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala i shpëtoi, pastaj u siguroi pasurinë dhe i bëri përgjegjës të qabës, dhe më herët Kurejshitët e kishin të vështirë që të jetonin për shkak fukarallëkut, për shkak se nuk kishin mundësi të hanin ushqim. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala e ngriti si popull dhe bënin tregti, shkonin në Sham dhe binin prej Shamit ushqime dhe ju ashisnin haxhilerëve. Njashtu vepron edhe prej Yemenit. I dërgonin njerëzit apo tregtarët në Yemen, ktheheshin prej Yemeni dhe bënin tregti kështu dhe kështu pasuruan Kurejshitët. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala gjitha këta të mira që u dha, ata i urdhëroi që ta besojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ata nuk e besuan, por edhe e përgënjeshtruan, edhe e kundërshtuan. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, i cili ju ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike. Këtu është ajeti që tregon Allahu subhanahu wa taala i siguroi ata gjatë rrugës së tyre. Dhe urinë që e kishin, tash Allahu subhanahu wa taala ju kishte dhënë të mira me bollëk. Ju kishte dhënë të mira me bollëk, dhe kjo ishte për shkak se për këtë vend ishte lut edhe njëri prej pejgamberëve të Allahut, Ibrahimi alayhi salam, që thot Allahu në Kur'an: "Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha balada amina." Thot Ibrahimi alayhi salam, apo i lutet Allah subhanahu wa taala: Zoti im,
bëje këtë një qytet sigurie. Bëje këtë një qytet sigurie. Ne dim shumë mirë rastin e Ibrahimit alayhi salam, se këtë lutje e bani kur erdhi prej Shamit dhe e prunë në Mekke Haxherën radiallahu anha me birin e tyre Ismailin alayhi salam. Dhe Mekja ishte shkretir, nuk ishte as ujë, nuk ishte as njerëz, dhe duke u largu ju lut Allahun subhanahu wa taala me disa lutje, e prej lutjeve ishte edhe që Allahun subhanahu wa taala ta bën një qytet të sigurt. Pastaj gjithashtu tha Ibrahimi alayhis salam, warzuqhum min ath-thamarat, furnizoj ata me fruta, me të mira, me ushqime, dhe Allahu subhanahu wa taala ju dha shumë të mira, saqë kurajshitët përsëri nuk e besuan Allahun subhanahu wa taala. Do thot në këtë sure të shkurt që Allahu subhanahu wa taala ja zbriti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala u asiguroi prej dobive që nxjerrim, kurajshitët ishin në fukarallëk të madh dhe Allahu subhanahu wa taala ju dha pasuri. Pastaj nuk e kishin frikën që e kishin popuj tjerë. Dilnin jashtë Mekkes, ecnin me karavanet e tyre, udhtonin ku të donin, Allahu subhanahu wa taala i siguroi ata, për shkak përgjegjësisë që e kishin ndaj Qabës së bekuar. Pastaj ju dha të mira të shumta, megjithatë nuk e besuan Allahun subhanahu wa taala. Nuk e besuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht ky ishte komentimi edhe i kësaj sure të ditë. Elus Allahun subhanahu wa taala na bëj prej besimtarve që marrim dobi prej tyre sureve. Elus Allahun subhanahu wa taala që na mëshiron me mëshirën e tij. Elus Allahun subhanahu wa taala që ashtu siç na ka bashkuar këtë vend, na bashkon në xhenetet e tij të larta. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inna Allaha ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.